Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe ja ku ritakohemi sërish me juristin Romeo Kara, të cilin e falenderoj shumë për kohën dhe për ato se çka bën gjithmonë në media dhe që her pas here gjej kohë, ose edhe ne gjejmë kohë, për shkak se këto kohët e fundit bë disa muaj që kemi le të themi një ngërç, një problematik me kanalin e YouTube-it të Piskut dhe le të themi po i hedhim videot në mënyrë shumë kufizuar, ashtu siç po bëjmë edhe sot nëpërmjet kësaj interviste, por ajo se çka është më e fortë është dëshira jonë për të përcjell atë se çka mendojmë dhe si e shohim me sytë tanë, le të themi, të vërtetën, atë se çka po ndodh në politikën dhe realitetin shqiptar, dhe atë se çka ndodh ndoshta edhe në politika të tjera të jashtme, gjeopolitikën, që le të themi është një nga temat që po zihen më shumti në botë, që në mënyrë direkte ose indirekte prek edhe Shqipërinë, që prej vitesh ndoshta ne si kemi pas menduar që Shqipëria të ishte nga ato emrat që të diskutojë nëpër botë dhe të kishte këtë pozicion, duke parë se atë se çka po bën edhe kryeministri jon, lartmallnia e tij, sultani i Madhërisëm, Edi Rama, prej 13 vitesh, 14 vitesh tashmë në pushtet, që edhe shqiptarët e kanë shijuar maksimum atë gjë që edhe nuk po ndjehen që të keni lloj oponence, kundërshtie ndaj tij dhe ato gjëra që bën ai ndaj shqiptarëve dhe tregon që jemi deri diku të lumtur. Zoti Romeo, të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit ju. Si ke qenë me shnet? Si po ecin punët Shqipëria, si po duken ato lëvizjet e fundit, ndoshta protesta direkt një ditë pas 15 viteve pa drejtësi, siç ishte 20 janari 2011-s, dhe me datë 22 u bë direkt protestë nga Partia Demokratike, një protestë madhështore, siç e konsiderojnë këta liderët e të djathtas. Protesta nuk u bë për 20 janari, po ishte një rimobilizim i PD-s. Edhe një pjesë të opozitës që ju bashkangjit PD-s. Pra ka një prani të shtuar në protestë. Ky është realiteti. Pavarësisht se çfarë problematike është ka pozita dhe opozita, kishim kohë pa parë protestë, i përmbush standardet e proteste, por që ka nevojë përveç mobilizimit, për punimin e strategjisë, si në fushën ndërkombëtare, dhe pse protesta ka gjetur një johon në median e huaj, por edhe për një strategji ku protesta të lidhet me reformat ndryshme, me qëndrimet specifikuara në politikë, që të përktheheshin me arritje, pra protest për aspekte ndryshme që duhet ndryshojnë. Besoj se kur shqiptarët shohin që duke bërë proteste, duke këngulur, pra duke pas konsistencë protest, po flasim për kodin zgjedhor, për kodin e punës, për të ruajtur njerëzit që largohen me padet nga puna, që duhen konsideruar si kauza le të themi të vepra penale kur njëri largohet në mënyrë padet nga puna, sidomos në sektorin publik, për ligjin për administratën e tjerë, po i marrë në shumë, pastaj të flasim dhe për politika më po zbajtëm këtu, pastaj nuk shkojnë dot tek tregu i lirë, të shkojnë ke rishpërndarja e pasurisë, kjo është emergjente në Shqipëri, me synimin për ndërtuar një shtresë mesme, e cila vjen duke ulur pasurinë që është akumuluar në pak duar, por njëkohësisht duke luftuar dhe varfërinë. Pra, këto shkojnë paralelisht bashkë, dhe duke frymëzuar një shtresë mesme, e cila do të jetë garancia dhe stabilizimi real i shtetit. Pra, nuk mund të ketë një sistem demokratik e drejt, ku një pasur ka fuqi të blej këdo, dhe çfarëdo, dhe një varfër nuk reziston gjatë pa shitur vetën. Pra, për shkuar tek një shtet më i drejtë, domethënë,
duhet të kemi parasysh këto politika, por kjo kërkon që opozita, po e marrë në konceptin e përgjithshëm, jo vetëm për dërmë, ketë një qasje të vërtet me sistemin e drejtësisë. Pra nëse do të ndryshojmë veten, ndryshojmë të vendin, duhet patjetër që ketë parasysh parametri kryesor që është drejtësia. Disa hipoteza janë hedhur sikur kjo protestë ishte një mesazh ose një goditje ndaj drejtësisë, SPAK-ut, se sa ndaj Edi Ramës. Jo, se kam parë kështu. Të radhë protestat se kam parë kështu. Nuk e keni parë kështu. Tani dashje pa dashje, opozita dhe është bën përballë SPAK-ut duke atakuar SPAK-un, po ka qenë të detyruar me vepra ta pranojë që ekziston ai SPAK dhe ka vënë lëvizje SPAK-un me kallëzimet e saj. Kështu që s'mund të kemi dy standarde. Protestën si e pat si një lloj mirë organizimi të vetë të këtyre forcave politike, apo le të themi një lloj mlefi dhe një pakënaqësi e popullit, domethënë shqiptar? Tani opozita ka organizuar dhe nuk është se organizoi dikush tjetër, por që e kuptoi që edhe si opozit nuk mund të mbjetoj pa bërë aksionin e saj, detyrën e saj. Kështu që përballë skandaleve të shumta ka ardhur momenti për protestë dhe më shumë se sa ai. Protestë në çdo kuptim, bile protestë edhe jashtë vendit, edhe në qytete të tjera, kudo ku ka padrejtësi duhet të ketë protestë. Ketë vazhdueshme, ndoshta. Po kudo. Ato se mbledhen 2000 veta në një bashki, në një ndërmarrje, diku në jashtë Tiranës, në periferi të Shqipërisë, nuk ka rëndësi. Aty duhet njerëzit përballen protestë të atakojnë çdo dukuri e cila është paktën jashtë kornizës ligjore. Ai për tepër që kemi raste pafund, domethënë që nuk mund të mblidhet, ngushtohet protesta vetëm në Tiranë, ajo është tjetër gjë pastaj. Po dhe protesta lokale ka vlerën e vet, sidomos në konceptin dhe në frymën konservatore ka shumë rëndësi vendimarrja lokale. Për shembull, po marr në Amerikë, nuk mund të ndërtosh diku ose të bëhet një biznes pa marrë pëlqimin e komunitetit. E djathta jonë nuk e ka zbatuar deri tani, të marrë apo se po dhe djathta. Këtu të gjitha orientimet vijnë nga lart. Nëse nuk voton komuniteti atje, të bëjë çfarë dojë ai komiteti i madh i urbanistikës lart, këshilli urbanistikës, nuk arrin dot. Se ka pra këtu dalim tek zhvillimi real i demokracisë. Tek vlera e pushtetit vendor, po dhe njerëzit që janë atje. Ne asnjëherë s'kemi pasur rast të referendume përgjithshme dhe as lokale. Por mendoj që nuk mblidhen njerëzit duke deleguar në bashki dhe pastaj presin të bëjë bashkia çfarë dojnë, ose në zgjedhje lokale. Po ata banorë kanë drejtë të mblidhen her pas here kur ka problematika për cilat nuk janë dakord dhe që shkelin standardet e ligjit. Dhe aty duhet të mësohen. Padrejtësia nuk është vetëm Tiranë. Pra, si mendojnë zgjedhjen, dakord, kanë atakuar në moment vetëm Ramën edhe disa, po. Por qoftë se socialistët bën një kryeminist tjetër, do rrinë disa vite e të vazhdoj po vijnë. Pra, atakohet çdo dukuri e cila bashkë për bën një sistem pa drejt që nuk ka gjasa të vetë ndryshoj. A mësosh ke me gjasa se vetë edhe kryeministria, edhe kjo qeveri, edhe ky shtet, domethënë unifikohet me vetë kryeministrin Edi Rama dhe këto po mbajnë po të njëjtën linjë duke goditur kryeministrin për shkak se edhe shteti shqiptar unifikohet me tani Rama më tepër se të gjithë, po dhe paraardhësit e tij kanë personalizuar sa mundin, domethënë, edhe aksionin politik, po dhe atë shtetëror. Pra, thonë shkoqur, ne kemi pasur përgjithsisht, prandaj është rritur kulti i individit. Ne kemi ushqyer dhe narcisizmin brenda tyre, edhe ata e kanë pranuar, e kanë përqafuar, por edhe delirantizmin. Pra, për narcizm
narcisi kryesisht shoqëria, fatet e saj, vendi ekziston për të shërbyer e tij. Pra ai nuk e sheh veten si shërbes publik. Edhe narcisi nuk ka keqardhje për pasojat që le pas. Pavarësisht që mund të jenë tragjedi, mund të jenë të përmasave të një vendi, të një kombi, të njerëzimit komplet, narcisi nuk ka të tilla keqardhje. Ai e shef shtetin, politikën, partin ku është, qeverinë, ministrinë ku është, nuk ka rëndësi. E sheh në funksion të qëllimeve të tij, të egoizmit të tij. Kështu që në këtë mënyrë duhet dalë edhe opozita nga egoizmi i disa personave që kanë pushtuar, se ata për ndryshuar aty do jenë në opozitë. Duhet ta kuptojnë që shqiptarët tani nuk po dalin sa duhet protest për arsye se kanë mosbesim. Mosbesim i mbjell me shumë durim nga këta persona, të cilët shkatëruan disa breza në Shqipëri, nga 91-shi, po e marrim nga 90-ta deri tani. Dhe ju jeni një nga ata njerëz që e njihni këtë gjë të proces që nga fillimet. Po duke qenë po pjesë kishte element tjera që të arrisin besimin, do ishte edhe një protestë. Çfarë të bën ty? Do një organizim ndryshe protestë. Çfarë i bën ju që mos jeni pjesë, le të themi, unë po shoh që ke një qasje tjetër dhe duke vlerësuar protestën dhe gjithmonë keni qenë nga ata që keni vlerësuar protestat dhe atë iniciativën qytetare, popullore të njerëzve që kërkojnë diçka më shumë për veten dhe për këtë vend. Por çfarë janë ato arsyet që ndoshta ty të pengojnë që mos merrni pjesë në një nga këto protestat? Po heq arsyet personale që edhe mund të janë se tani unë kur kam folur dhe kam vepruar, kur kam pas debat me njerëz si kam pas përballë, siç kam ty tani. E kam thonë, ty nuk shijon kjo që po bëj unë. Po, ka thonë. Më thuj diçka nga këto që i kam marrë me pika, ka thonë ku, në çfarë pike nuk je dakord? 1, 2, 3. Çfarë është e pavërtetë? Dhe nëse nuk do ishe në partinë ku je, ose në lidhje me personat që je, si do shikoj zgjedhjen e këtyre dhe apasapi ka rënë po zgjedhjet e mia pastaj. Unë nuk kam qenë i pakujdesshëm dhe kuturu këto veprime që kam bërë. Unë kam ditur që do të gjykohem. Por tani kjo protestë është deri diku 10 vite pas asaj që kam bërë unë, pak a shumë ato që kam bërë unë. Pra nëse unë hapa siparin e kallëzimeve për të provokuar sistemin. Dhe tani po kuptojnë që unë s'kam 2 standarde, kam 1 standard. Këta vetë kanë shkuar pastaj për bërë kallëzime. Ndërkohë që këto do të ishin ato të para që do ta bënin këtë. Pse ka dështuar qeveria? Ka një ministri për imigracionin dhe s'kemi asnjë kallëzim për korrupsionin se tash imigracion. Dhe s'kemi asnjë kallëzim. Asnjë kallëzim nuk ka. Asnjë s'ka. Po bën 2 vjet besoj. Nga auditimet që janë brenda qeverisë nuk ka kallëzime. Si pse është shpëtuar Ramës, që paktën bënte një vit. Jo, Ramës ja kemi thënë se unë nuk e kam thonë Ramës, ja kam thonë kryeministrit të Shqipërisë. Qeverisja do të thotë menaxhim, analizë risku dhe compliance, që janë problemet e tij korrigjore ku përfshihet dhe auditimi. Deri tani është qeverisur vetëm me menaxhim, pa 2 komite të tjera. Nuk shkon. Qeverisje pa mbikëqyrje, pa supervizim, nuk mund ta bëjë. Aja e një burri shteti që është kryesori është ta ruajë vendin nga kategoria shpërndarëse. Nuk e ka bërë. Kjo është mënyrë pa diskutueshme. Kjo nuk është bërë. S'm duhet mua fare arritjet e mëdha në deklarimet e politikës globale botërore, kur në realitet jemi që po përjetojmë një bombë të pakthyeshme në pasoja në lidhje me migracionin. Po zhbëhet. Nuk Shqipëria po zhbëhet. Të njëjtën në situatë ka pas dhe Irlanda, nuk kanë bërë çuditëra, kanë krijuar një. Po, më pëlqeu e pashë të kishte bërë një reagim për të lexuar një shtetës së drejtës. Ne sot duhet kishim minimumi 6 milion banor për të thonë 7.8. Dhe jemi në pikën që kanë ikur përveç kanë ikur grupimet të shoqërore, por nuk kemi fuqi riprodhimi. Dhe kjo nuk analizohet.
Dhe dërga dalë ta njerëz që janë larguar nga Shqipëria, janë lodhur edhe me remitancat që në kanë sjellë ne, me cilin e pëmbahemi këtu. Vjen një moment që koha kalendarike mbaron dhe ikën një vajzë e re, ikën djalë i ri, dhe kulmin e kohës riprodhuese e kalojnë jashtë, o e kryen jashtë, ose nuk e bëjnë dot, dhe zhgënjehen pasaj pakthim, thyen përfundimisht nga ana shpirtërore dhe është shumë e vështirë ta ringresh moralin. Dhe unë këto mendoj që nëse do ketë një opozitë Shqipëria, duhet ta marrë seriozisht. Dalin nga interesat e veta të personit që bëjnë të punë. Dhe realisht mendoj që aty duhet të jenë njerëz që nuk e mendojnë fare, po fare karrierën e tyre. Pra, le të gjenë interlokutor, njerëz, pra se protesta deri tani e PD-s nuk është kombëtare. Ata duan ta bëjnë kombëtare, e kuptojnë që po se bën do të ngelin aty, bashkë me PS. Siç bëjnë të protestat e tjera të hënave që bëjnë. Po mirë, ato mund të jenë tjetër gjë, po kur thot protestë, por bashkë me PS sot kanë 43% votave të gjithë shqiptarëve. Tani, nëse ti mendon për një epokë të re, do e heqë diçka nga vetja, nga ajo keqja që ke pas vetë. Se kanë dhe këta kusuret e tyre, që krijojnë pakënaqësi midis radhave të tyre, jo më pasaj me të tjerë. Dhe prandaj tash duhet bëjnë, dërga dalë të bëjnë presion për punësimin, për administratën e tjerë. Nuk mundemi ne të përgjigjemi padrejtësisë me padrejtësi. Dhe unë do i quj protestën protestë, që do të ngjalli pasaj e protesta reale, do ngjalli solidarizimin e të mirës kundër të keqes. Pra kur të shkojnë për Altin Tufën, që e ti, kur i kanë bërë padrejtësi Altinit, të mblidhen shqiptarët derisa ajo padrejtësi që simbolizon dhe gjithë padrejtësitë të kësaj natyre të zgjidhet. Po padrejtësive tani, të përgjithësimi padrejtësi tjetër me një akmari tjetër nesër, ajo krijon njerëzit që të stepen. Të mos ketë më guxim një qeveritar nesër i çfarë do lloj kategorie të heqin shqiptar nga puna. Ose do i thuaj që është në administratë, do ketë drejta njësoj. Nuk mund të heqish njerëz nga puna se do ti, se shkon ti në fushat dhe merr ca drejtor aty, ca rraqe me vete atje zvar, edhe premton vota dhe për një herë mbasi zgjidhesh ti, fut njerëz në punë. Këta njerëz do ta paguajnë, ata që kanë bërë tani. Dhe ai njeri që i nga puna me të pa drejt, jetë vepër penale shpërdorim të tyre, për mua duhet parashikohet dhe duhet vjet në kod pune, po dhe në kodin penal, dhe përgjigjet, jo rrogat i marrin nga shteti, e të paguajmë në disa raste 2 administrata apo 2 vende, 2 rroga për një vend pune, por dhe me dëmin moral edhe jo material që i sillet personit që largohet nga puna pa drejt. Kemi njerëz që duke u larguar nga puna kanë pësuar tragjedi ata vetë dhe familjarët e tyre. Ju kanë ulur nivelin e jetesës, cilësinë e jetesës të gjithë. Kështu që të mos dalim më të protestojmë për hesapet e agallarëve, por për këto gjëra që e ka shqetësu popullin, që na ka bërë të jemi të huaj në vendin tonë, dhe të mos e ndjejmë atë dhe se largohet njeriu, vjen një moment të lodhet. Rikthimi i shpresës, kur mbasi humbet shpresa, rikthimi është shumë i vështirë. Dhe me këto këto slogane nuk dakord kanë dalë atje, bota e mori vesh që shqiptarët janë pakënaqur po çohen kundër korrupsionit të tjerë të kësaj qeverisje. Po sa i fortë je? Kjo se ti mendon këtë drejt, po kjo e drejta nuk fiton, po su mbështet nga forca e dur. Dhe duhet mendojnë që të rreqin pra një protestë për te PD-s, të rreqin edhe ata që kanë votuar për socialistët deri tani, të gjejnë zgjidhje. Se nëse ti ja garanton, ja bën të prekshme që unë socialist ka shumë të pakënaqur. Po ka se tani edhe një pjesë e këtyre që bëjnë zullumin nuk na socialistë. Si mishi i huaj, po e pushtuan, e paralizuan atë parti, dhe edhe kur janë dakord heshin, nuk kanë fuqi të protestojnë. Ky është bashkëfaqësia e tyre. Të cilët bënin protesta të forta kundër korrupsionit, po kur e bënte
PD-ja, por për korrupsion e tyre kanë heshtur. Dhe ja ku janë tani. Se kjo nuk do vazhdoj pambarimisht. Ta pretendojnë tani të thonë, ç'ne ta japim pushtetin ne se jemi mirë ne. Po të mos vijë ai se ai është kriminal ka vrarë. Po kjo retorikë do mbajë shqiptarët peng. Ja iku kush do vijë. Jo, ato janë çka tani. Kjo PD nuk është çdo forcë politike, po marrë dhe parti tjetër më të vogël. Këta nuk janë nga njerëz mediokër një dhe njerëz të cilët nuk kanë standardet e njeriut normal. Këta janë super njerëz, ta janë produkti Nietzsches, kurse këta janë argat përjetshëm, sa shu e kanë status i gjuru ka lindur, se i ka bërë zoti me ca gene mangut. Po shqiptar tu, po kur i merrni ca deputet, por duan, në media duhet dalin dhe kush kanë këta deputet e PD-s bën pazare mbrapa shpinës partisë tyre, edhe pse kanë mandat deputeti, duan larguar. Ata që bën pazare edhe për fëmijët e tyre për të gjithë. Kjo e keqe që e ka zënë Shqipërinë atë që treguat edhe ju me shembullin e një shteti tjetër që nuk po ndodh edhe që mund të ndodhë është fare thjesht për të ndodhur. Vjen nga padituria e këtyre që bëjnë qeveri në Shqipëri apo nga keqdashja? Po të hysh në thelb. Ka thënë Naimi ose Samiu, të gjitha paullësit bin nga paditurit. Po ta din fundin e tyre të mendoj më gjatë, e ta kenë hapur mirë mendjen, para se të hynë politikës, e hynë kollajta politikës. Ose ma keqja është që ne emërojmë njerëzit, i bëjmë drejtore ministra pa merituar, pasaj përkthejmë poste politike. Ai s'ka pas mendje fare me politikë. Po duke parë ajrin aty në atë klanin organizuar ashtu, se për mua kur qeverisi duke vjedhur ose shkohet me parti politike që kanë synimin të vjedhin, po mua ky është forma më e lartë e krimit organizuar. Po ne nuk kemi atë drejtësi që t'i shohim mirë, domethënë ky vjedh, atëherë po e di. Ju jeni bashkë, në një ambient, në një ndërtesë, në një formacion, atëherë ju pasiran qëllimi ju i fitoni zgjedhjet për të krijuar pasuri të palishme dhe për t'i ruajtur ata. Tani, nëse ne do të kishim një sistem drejtësie, edhe po mos e mendonin këta si duhet, ndëshkimi do bëjmë mësim. Unë nga pas një ide që duhet ndëshkuar, se kur e nisëm kësaj pune ka qenë në fillimet e veta kjo mazhorancë. Nuk ndëshkuar, bile edhe mazhoranca ka para shef Shtërmbër, po ky po na bën, po na e precedentin. Se shembulli është shumë i rëndësishëm. Si mund të pranojmë? Edhe vetëm politika që lajkatarët, njerëzit më të zi që mund të shoqëria shqiptare, ai që i bën lajka liderit, pushetarit, vrasin meritokracinë. Pra ky është korrupsioni i parë. Që këtu karriera nuk bëhet me meritokraci. As brenda partive s'ka fare karrierë. Këtë do lideri, si ke njëra palke tjetra, i zgjedh. Lëshojnë pak pe kur janë opozit, bëjnë sikur ka një antar një vot, le pasaj në shtet, këtë do ai e merr pick-up këtu, e vën krye atje. Se i pëlqeu një status në Facebook me lajka nga më të fundit, domethënë. Dhe shushqyer narcisizmi që ke fëmijët 20 vjeç, 18 vjeç. Shkëthim model. Duke ky lloj korrupsioni bën që në emërimet dhe në administratë dhe vende tjera bën që t'ia dish përnder atij që të emëron. Po kështu kodi zgjedhor t'ia di përnder liderit që të merret të çon për deputet, vot sigurt ai atje, edhe s'ka numër. Ti ke për shembull njerëz që kanë merituar, po marr tani nga krahu PD, se kanë merituar të jenë parlament, si Ali Mehmeti, ka marr vota, po ka vajt dikush tjetër për cilin shqiptarët zepin 2 vota. Pra, që këtu kur vritet meritokracia, fuqizohet kulti individit, i liderit, apo që është në parti, apo atij që është qeveri, kryetari i qeverisë. Pra, edhe vetë opozita po mban dhe nuk do t'ja di njeri atje, dhe nëpër vendet e punës i ketë sigurt, kur flet në një thot gri sallati se un kam atë, thot jam i atij, se këta nuk i përkasin as vetes. I përket ministrit, i përket, po më keq është tani, tani i përket edhe i gangsteri.
ose një njeriu me pare, një oligarku e tjerë. Pra, fakti që gjithë ndikimi, influenca politike ka vajtur tek antivlerat, pra është shkelur çdo gjë me të, ka bërë që të rrullet edhe dëshira për të punuar në sektor publik, për të marrë me politik njëkohësisht, se që tek zgjedhja e njerëzve s'ka një gardë ndeshme elektorale. Edhe për të kontribuar në shtet. Po duke pas të njerëz në shtet, edhe për të jetuar këtu, se këta do të ndikojnë me taksa, me arsim, shëndetësi e tjerë. I ke të gjitha bërnut, vazhdojmë edhe e durojmë, dhe pse shohim që gjitha arritjet janë në 3D, flitet për arritjen në të ardhmen, do të bëjmë kështu, por në fakt, gjendja jo vetëm që nuk përmirësohet, por shkon dhe më keq. Se ne e kemi toleruar tani që në tallin. Kjo është talli. Unë ta shes edhe vjedhjen, edhe mos realizimin, ta shes 3 dëm për realitet. Kjo është talli. E të plaset për statistika që i din vetëm ata, se statistikat reale janë për turp. Unë tash jetoj në Shqipëri nga 2.2 deri në 2.5 milion banor, po për mua është shumë më pak. Edhe për mua, edhe mu janë më pak. Dhe aseti kryesor është aseti njerëzor, i cili është nxjerr me dhunë të madhe që vjen nga keqeverisja. Kjo, si çka po flasim deri tani, është për sa i përket pjesës realitetit, duke lidhur pak edhe me protestën dhe të atyre partive që ndoshta po bëjnë atë oponencën, duke goditur pa kënaqësi ato të qeverisë, domethënë siç ka janë shqetësimet e qytetarëve dhe shqiptarëve. Por ajo se çka po na shet, jo vetëm në Shqipëri ose njerëzve të tyre, kjo mazhoranca, por edhe ato se çka po na shet jashtë, meritat e tyre, atë se ku ka shkuar Shqipëria, se ku po shkon dhe ku stinon të shkojë. Si është? Nuk ta blen njeri të jashtë. Ata jashtë kanë të parametra të tjerë. Ti mendon se ata jashtë po maniten nga ata thonë, ky popull, ky person që është në krye, domethënë, na krijon një lloj stabiliteti, edhe ka dalë garant që me ato format që di ai, atë fshatin e tij e zotron dhe ne nuk do kemi probleme. Kaq. Pra, ato jashtë kanë rënë një lloj dakordësie që ky njeri momenti që ti çohesh si popull, ti je sigurt. Pra, unë vë bas publik, do të njohin ty. Gjithë problemi është tek ne, tek populli. Në këtë pikë ku jemi është tek populli. Mua nuk ka thonë njeri, unë kam kontakte, mua nuk ka thonë njeri pse shqetëson ti qeverisin apo opozitën. Vazhdo rrugë të ligjit drejtësisë, je shumë më i mirë. Në Amerikë ka thonë faleminderit për ato që po bën ti për vendin tënd. Disa herë, jo një herë. A kanë politika ka kompromise, pazare? Patjetër, po këtu është vetëm pazar. Kështu që nëse ti nuk denjon të formosh veten, të rritesh vetë, të ma imponosh mua dignitetin tënd, respektin për ty, nuk respektoj, unë vetëm mund të jem unë si njeri i mirë, por nuk janë gjithë mirë. Shumica një reciprocitetin. Bëu i fortë të një të fortë. Në kohë ka thënë, kombet janë si në xhungël si peshqit. Njeriu për njeriu në ujë, po edhe kombi për kombin ujë, se cili do të përfitoj. Ke marrëveshje që nuk janë në favor të Shqipërisë, që ti si shqiptar i sheh dhe thua, po mirë. S'ke ndjesin, se nuk e ndjen të vendi si tëndin. Ai që vjedh diku atje, që bën korrupsion, ty të ka vjedh dhe mua, po ne nuk e ndjem, nuk e perceptojmë. Mirë këtë edukatën shtetërore nuk e kemi e tjerë, se e jepet e në për shkolla. Por ne s'kemi ato të fetare. Tani, çdo njeri që është fetar, mund të falësh 25 namazë në ditë nga 5. Po kjo se nuk e zbaton atë që ke atje. Pra, e ke obligim nga Zoti të luftosh për drejtësinë. Luftoj. Edhe tjetër mund të bëj 1000 herë në ditë bëj kryqin, po obligime ka dhe ai. Kështu që ne me shumë problematika po e kalojmë këtë tranzicion pambarim. Dhe ne nuk kemi mësuar ta shohim ligjin mbi kokën e qeveritarëve tanë. Po e pranojmë që ligji është nën këmbë të tyre. Pra,
ka ky moment ata e studimtar, po që mbi ligj një studimtar. Ne çfarë bëjmë? Zgjedhim me votë studimtarët tanë, ose jemi let na fundoje i ikim, pa një nga nesh. Ne ratë inferiore, ta ratë superiore. Se ke 1000 servile, të thotë se u bërë ratë superiore. A ishtë një nga ne. Ti bim shkurt, kush nga këta, për shumë, me Ramën, Berishën, ku ta dion Metën, edhe unë bërë. Si puna ime hana ta e pin, e me nërte e dhjesin, a ka një gjë nga këto pjesës fiziologjike që kanë ndryshe nga unë? Kam pushtetin. Edhe nga ty? Kam pushtetin. Po mirë më mirë, orë gjëtoni, se pushtetin varet si koncepton. Çfarë kanë ndryshe ato që ti e koncepton që me këta s'merremi dot? Po ata janë raca jote janë. E po mos janë raca jote, janë mbeturina të minoriteteve, po që këtu janë rritur me ne. Është vërtet kjo? Po mund të jemë, nuk e di tani, e po mos janë raca jonë. A janë këtu, flasin shqip me ne, janë lindur rritur këtu. Dhe s'po i hym racët e për kaq racë superiore që kemi ne? Jo, se lakohet flitet që një nuk po hy në klanet e këtij, në klanet e tij. Po nuk po i hy kësaj, nuk merrem me të kuptoj. Konspiracione. George Orwell e kanë zgjidhur mirë. Njeriu që është i urtë me mendja nuk ja lëshon peun konspiracione. Ne logjikojmë dhe japim shpjegim dukurive. Po do ta komplikosh kastilet, e ti çmendosh njerëzit, futi konspiracion pëse. Jo, nuk i kisha për këtë, për agjendat që kanë, ndoshta që janë pa agjendëve në kodin gjenetik, unë nuk jam tek ta. Njerëzit unë ndaj tani edhe ti besimtar dhe përmbajur çike se ndahen devotshëm pa devotshëm. Mund të ketë edhe njerëz që mund të jetë një minoritet tjetër, po që është më i devotshëm se unë. Kështu që ne nuk duhet t'ja heqim atë, s'kam lidhe, s'do kem kur lidhe me racizmat. Po nuk e pranoj as racizmin kështu, pa as të tjetër, që këta qeka më të mirë se ne. Po pse më kush do ta bëj Shqipërinë, të thotë njëri kot ta bëj Romeo, atë po kthej nga ime. Po se çka ketim shumë se Romeo atë. Çka ka ky ajdoti këtu, më shumë se Romeo. Çka ka ky tjetri këtu, kriminali më shumë se Romeo. Mund të ketë këqijat. Ku ma ke parti devotshmërinë? Njerëzit zgjidhen nga devotshmëria, këtu ndahen. Me librat e shenjtë, të treja këto që ne kemi në qarkullim, edhe këtu jemi. Zoti flet për devotshmërinë. 40 vjet priti pas lumit Jordan populli Mojsiut, se s'pranoi parimet e Zotit. Zoti të bëjë devotshëm. Tani, jam unë i keq që unë adhuroj parimet, ato 99 cilësit, apo janë këta që shkojnë bas zotëve të rem, idhujve. Edhe ne po mbushim 40 vjeçin tonë, 36 i pompë. Kur të zgjohet kjo logjik, kjo kërkesë për devotshmëri, atë do kuptoj një. Për lumin ose të na marrë lumi para. Ti po vritesh me vllajën në shtëpi. Ti ke pasur partinë tënde këtë, ta ka marrë Rama, ta ka bërë zos ministër apo deputet. Tani, ti këtu e kishe, njësoj me ty ishte. Ky na u bë i pathyeshëm, s'kemi çaj bën me votë. Jo, je ti, pa ish jodi. Kështu që në këtë pikë do të korrigjohet opozita, se ky nuk ndryshon, kjo pjesa e opozitës. Ta janë agallar, por te imagjinatës kanë vajtur, kanë hyrë shumë thellë në gjunaje, në sap me drejtsinë, me Zotin gjithashtu, se ti bësh të vendit tënd, i bi që je armik i njerëzimit, po dhe i Zotit. Ta do e marrin atë kusurin, patjetër. Po unë them që po është pse të na dënojnë edhe ne, pse të na çojnë në këtë pikë që të shkatrojnë të vendet. Po ky është kusuri. Ne para flasim. A duket sikur Rama e ka harruar Shqipërinë, sikur nuk e shohim shumë lëvizje në Shqipëri, në parlament e shohim shumë rrallë. Më intereson fare se çfarë bën ai. Mu më intereson alternativa për të ngritur. As që më intereson fare hiç. As më bën përshtypje hiç. Me logjikën e tij s'do të merrem fare, pa hap gojën e kuptoj çfarë do thotë, unë kam vlerësuar çka ka bërë ai. Çka ka bërë ai ky shajteti. Po morët faktat atë, jeni gjithë lojën e atij, bini lojën e atij. Unë flasim vetëm për dy çështje doja flisja, për ftesën e Trumpit që pastaj vetë mohoi. Ta kam ndaluar një herë me fol për të punë.
ftesa që erdhi në emër ti edhe pse ishte institucionale, por ai pompoi me të madhe duke thënë që më ka ftuar mua, jam unë Edi Rama që po fton ai, pastaj mbrapa janë shkaloi duke thënë që më solli vajzën e tij. Edhe pati takim me Ivanka Trumpin këtu pastaj për sa i përket pjesës. Po takimin e pati. Si e shet, pra ftesën që ishte nga Trumpi dhe takimin që pati me Ivankën këtu. Po tani unë nuk i kam parë to. Ka mundësi që ftesa ka ardhur jo në emër kryeministit, por në emër presidentit. Se kemi një shkresë që ai që presidenti delegon Ramën për shkuar atje. Kjo nuk është etike. Nëse kryetar shteti kemi presidentin, aty vajti do të kalohet ajo marrëveshje nga parlamenti me pika diskutohet e tjerë. Opozita është në kompleks në raport me Amerikën dhe ajo edhe e miratoi jo se i tha ky, pavarësisht që i bëri kashillik dhe po. Që ju do i votoni për unë edhe tregoi një lloj arrogancë të papranueshme në parlament, për mua është fjalimi më i keq i mundshëm që kam mbajtur ndonjëherë. Servilët do t'i thon patjetër sa mira bëre, po fakt servilët edhe kur e menderos thon prap mirë, ke menderosur mirë si asnjë tjetër. Na pëlqen kjo menderosur, po për mua ka qenë fjalimi më i agituar, më i jashtë standardit, dhe pse këtë ka pas të mirë deri tani, ka bërë 2-3 fjalime të mirë. Për tjerat ka harruar fuga. Nuk është ke fuga, është ke nuk e mbajti dot vetëm, pra kishte një merak madh që ta ftonin dhe për treguar që mua më ka ftuar. Po ta bënte në eshit do kishte më shumë. Foli më shumë egoja, le të themi, kishte fjalim, pra, por mua ishte çakërdisi. Po çfarë mund të ketë shqetësuar për shembull? Tani problemi është që ata kanë ftuar, po e marrin nga ana kështu. Kanë ftuar se janë atë pozicion atje. Kanë ftuar dhe Lukashenkon, edhe kryetarin e shtetit Vietnami, me të cilët ata deri dia u vranë, dhe ishin në luftë. Edhe fatkeqësia, tragjedia vetme në lidhje me gjeopolitikën për Amerikën është Vietnami. I kanë ftuar se duan të bëjnë një alternativë të bordit paqes për nga. Po t'ishte ftuar si person, dhe jo si Shqipëri, s'do kalonte në parlament. Pa të kanë ftuar si Shqipëri. Angazhimet e marrë Shqipëria, po shkon në emër të Shqipërisë. Miku vet Toni Bleri është si person atje. A ka dashur, ai ka thonë ky Bleri dhe Bleri ka thonë ta kemi dhe Shqipërinë listë, unë di që kanë qenë shumë listë, vetëm e vetëm për të sjellë një çarje në gjeopolitikën e madhe. Pra të ketë një alternativë të OKB-s, e cila, me thonë drejtën, për disa kohësh ka dalë kundra hapur edhe me SBA-n dhe me Izraelin. Se edhe OKB-ja duhet të çojë me të njëjtën forcë dënonte 7 tetorin e para 3 viteve, kur bëre provokim Hamas. Po. Tani, kjo administrat, me këtë president, ka vendosur të bëj politikë tjetër. Unë nuk jam i barabartë si fuqi, mbase me i qenë vende bashkë, po aty në mblidhen 5 vende, qofshin ca që janë si punë e Shqipërisë, skelet, me zi mbajnë vetën këmbë, që kanë votën barabartë me SBA-n. Edhe pas kanë mblidh duart me këtë marrëveshje. Ai e prish, dhe është tërhequr nga 66 organizata, edhe organizata e shëndetësisë tani bën 67 brenda 2 javësh. Pra, por i shkruhet, por i formatohet qeverisja e botës. Në këtë pikë, se sa Amerikanët do të rikonsiderojnë qëndrimet e tyre me Ramën dhe Berishën, ngele për të parë. Po i formatohet. Dhe mesazhi për mua jepet me vepra. Jo me shpërthime në parlament. Rama nuk ishte, nuk shoj. Ku nuk shoj? Nuk shoj në Davos. Po unë nuk e edhe unë nuk bëj auditime. Edhe mund të shkojmë se nuk është një gjë që nuk bëhet, edhe mund të shkoj. Pa shkoj si person apo si kryeminist. Ja, është e qartë që ka ardhur si kryeminist, por atë pajtohemi të gjithë. Po
po t'ishte, ku dëgjon, t'ishe ti, kryeministri, do të binte ftesa apo jo? Sa atë, nëse duhet ishte vetëm ky kryeministri, vetëm ti vjen ftesa, është gjë tjetër. Po i pas ka ardhur Bega pas u delegu. E që s'ka vajt, mund t'jetë një arsye tjetër, se të shkoj aty tani përballet me çunat Sorosit që ishte atje. Se edhe ai ishte njëkohësisht në një të kohën Dallas, po me aktivitet tjetër. Është tregu i zgjut, ja ka kursyer vetes një përballje që mund të ishte fatale. Se edhe këto i shohim ne, i dim ne. Por si do që të qëmë edhe të mbaj Trumpin në shtëpinë tënde, nuk ka rëndësi. Të rish tash, e të pish atje, të rish flesh atje. Nëse ky popull do Altinin voton për Altinin, Altini do jetë. Këtë shqiptarë du të kuptojnë. Këtë shqiptarë du të kuptojnë. Ku është thelbi i çfarë mesazhi na ka dhënë Trumpi në lidhje me Ramën? Ka thonë një Trumpi duro Ramën dhe Romeon? Ka thonë, Biden ka thonë luftoni korrupsionin, ky ka thonë luftoni trafikun edhe krimin organizuar, narkotrafikun. Edhe ne po luftojmë. Po nuk ka rëndësi, ne po ti edhe mund të qesh zgërdhiesh, po në një mënyrë kemi luftuar. Edhe me ato që kemi thonë kemi bërë. Mbase jo të gjithë si shoqëri, por pa gjithë kemi ne. Kështu që ato dyert atje hapen më kollaj sa mendojnë ta. Për ca që kanë probleme nuk hapen, për tjerët hapen. Kështu që nuk është vetëm një nga Shqipëria atje. As ke Trumpi, ke tjerë. Hajde, nuk u manit Trumpi edhe bota nga këto fjalë. Bota është më e ftohtë edhe i bën ndryshe vlerësime. Ramës dhe bashkë me bashkëshortën e tij që ishin në Izrael dhe fjalimi i Ramës në parlamentin e Izraelit. Si e komenton, si e pe? Shqipa, ne është fakt që shqiptarët kanë mbajtur një qëndrim unik në lidhje me ato familje izraelite që kanë qenë në Shqipëri. E kemi mbajtur edhe me ushtarët italian, pas kapitullimit të Italisë, u gjendën në represionin gjerman, shumë për tyre edhe u vranë, u burgosën nga gjermanët. Familje shqiptare i morën këta njerëz, që ishin si jetim rrugëve pastaj, se u braktisën edhe nga shteti i tyre. I kanë streuar, kanë jetuar, milica kanë punuar dhe disa vite pas çlirimit, pas 44-s. Një për ty është edhe Albano Karizi, këngëtari, jati i tij, që për nder të këtij populli, këtij vendi që e mbrojti në një ditë zezë, i vuri emrin djalit i tij Alban. Pra, kjo është një vlerë e madhe që edhe ne po na bën përshtypje tani. Mbasi jemi në një garë zhbërjesh vlerash në Shqipëri, ku antivlera ka hyrë përsipër, edhe ne na bën përshtypje. Por Shqipërinë është diçka e mirë. Ne jemi raditur të ata popull që nuk e duam antisemitizmin. Jemi në kryqëzim të rrugëve politike, ekonomike, por sidomos fetare. Dhe ne nëse do të jemi të ushqejmë antisemitizmin, realisht unë shoh që ne ushqejmë antishqiptarizmin. Rama njerë thot jam, e sot i kam zhjë status, njerë thot jam musliman, lider musliman, pastaj thot jam lider, nuk jam musliman për katolik. Unë realisht jam produkt i dy prindërve me fetë ndryshme, ortodoks e musliman. Po që pra, nëse do t'i frym zjarrit fetar, qoftë antisemitizmin, do ta korrim atë stuinë e zjarrit pastaj në shtëpinë tonë. Kështu që të ruajmë këtë statu quo të bashkëjetesës besimit, ai për tepër që ti që ke studiuar aty dhe unë që e kam studiuar jo pak, po ti e ke me diplomë, unë pa diplomë, nuk ka dhunë fe, këtë e ke në Kur'an dhe mbaron këtu historia. S'mund e punoj as gruas time fe, as fëmijëve të mi. Unë sugjeroj. E bëri me bëjra më shumë se sa është realitet Rama, po mbase përcolli
Se unë se besoj fare njerë që është besimtar ai, po. Realiteti shqiptar. Se çka tha. Po ti ishe besimtar, pastaj le të hynte bat me mua dhe e sqaroj, është apo s'është besimtar. Por unë mendoj do të ishte fati madh për Shqipërinë të kishte i besimtar burr shteti. Unë mendoj që në raport me historinë, në raport me atë që na duhet, ne për kjo nuk është e thellë kjo që ne duhet jemi kundra antisemitizmit. Pastaj do të shohim produktin e kësaj, mjafton dhe ky lloj solidariteti në këtë pikë. Pastaj Shqipëria është detyruar të luajë shumë ekuilibruar politikë jashtme, mos prishim marrëdhëniet as me vendet arabe, as me Turqinë, ku ka më shumë shqiptarë se sa ka Ballkani Perëndimor, as me Europën, se tani Europa po mban një qëndrim për ato që çfarë ka ndodhur në Gaza. Është një moment edhe blokade nga Europa, mbase Europa do kërkojë nesër unifikimin e qëndrimit në politikat e jashtme, nëse ne do duam shkojmë në Europë, pra jemi edhe pak në probleme, po ne jemi një vend që nesër mund të jemi në Europë, po përballë Turqisë, çfarë qëndrim do mbajmë që kemi kaq shqiptar, nëse Europa do bëjë blokadë, pra ka dhe përjashtime, dhe unë besoj që në këtë pikë unë nuk e tall, as nuk e sulmoj, se besoj që të gjithë kryeministët shqiptar të qëndrim do mbanin në raport me Izraelin. Ai më tepër që në ato që unë di, ku jemi sot, ku është bota. Edhe një herë, më le që ta shpreh. Ai më tepër që ai sa di unë, raport me sigurinë e Shqipërisë, qoftë kibernetike, po dhe më gjerë, edhe më thellë, Izraeli ka qenë ndihmës, edhe garant për ne. Fjalimi i Ramës ishte korrekt, domethënë? Dhe vajtja atje, unë e kuptoj, për vajtjen jeni shumë dakord, pra që duhet mbajtë e marrëdhënia. Po fjalimi ishte me figurë letrare si ishte Rama. Si ishte Rama. Ashtu ka smalluar çi, por për mua jam tha katolik. Po mu se besoj fare që është besimtar. E ka besimin se kam vite kasete kam Ka dhënë. kaluar diçka tjetër. Jam lider musliman, ka thonë në një podcast. Po. Ka qenë me një mish zezë dhe me një Vision Plus me një bluzë barshu. Ashtu. Edhe pastaj bëj çarçaf tani, kush e beson, unë kam gruan kështu, vetë kështu kalamajt kështu po kështu. Pa skare. E pa besueshme. Po për tek këtij fjalimi, takime, foto. Pra ky është lideri i çdo besimi të mundshëm në botë. Gjithë besimet e gjen veten te ky. Jo rremena të zgjidhet mbase kryet apo bës zgjidhet ose të bordit paqes. Ka fjalë. Le të shkojë atje të zgjidhet. Se me që i ka këto cilësi që asnjë tjetër nuk i ka. A ka kaluar ndonjë marrëveshje, diçka është firmosur diçka për te këtyre fjalimeve gjërave, është bërë diçka publike? Po ka pas qëllim për çuar më parë marrëveshjet ekonomike në fushën e sigurisë e tjerë. Shohim tani edhe të turizmit. Ato duhen parë në të ardhmen sa kjo vizitë ka qenë produktive. Pra ne nëse forcojmë marrëdhëniet me Izraelin, ti kemi akoma më të mira, kjo është diçka pozitive për Shqipërinë. Sigurisht. Po ti vetëm sigurinë bankare të ruajë të ca tjera, ja vlen. Ne u bëm çarçaf me atë sulmin e papar nga Irani. E kuptoj. Zoti Kara. Mbarove? Nuk pëlqeu kjo përgjigje punit. Jo, më pëlqeu. Qofse duam me pranu. Në këtë botë nuk jemi vetëm ne. Përgjigjet nuk është si janë për ashtus nuk bëhemi. Jo, edhe nuk pëlqeu, përgjigjet ndash pëlqejnë mund, ndash jo, Ja. përgjigjet edhe pyetjet janë për gjithë për ata që na ndjekin, nuk ka E pashis, është u shpërdrove jo, qime. kjo pjesa e Iranit, domethënë nuk e di, unë s'kam lidhje fare me asnjë nga këto, por pjesa unë jam pak dyshues se hyj te pjesa e atyre të tjerëve që çfarë probleme Po të vazhdojmë më tej, pastaj unë dalin konspiracione gjëra të tjera. S'ka konspiracion, unë di them që marrëveshjet duhet të jenë reciproke. Dhe marrëveshjet duhet zbatu kur bën Edhe marrëveshje. me Iranin ka pasi Duhet marrëveshje që me janë futur para respekt këtu, reciprok. Kujt kanë ardhur të tjerë, pra Tani janë gjithë jemi një popull që kemi shqiptare. Po. Të qëndrime kemi majt edhe me partizanët grek ne.
Se edhe Dhe nesër kemi- po t'jemi edhe të një sistemi bankar që thonë ne si për popull- Izraelin ne si popull ose se kemi- kibernetikës, nesër ndoshta ndodh diçka tjetër edhe në sistemin ton bankar, edhe në Po këto fushën e llapaqen që kibernetikës. ngrisën e gdhyen me se nuk e di nga kanë marrë këtë. Ty si shqiptar ç't ka bërë Izraeli? Jo, po flasim. Jo, se po flasim kështu. Ty si shqiptar ç't ka bërë Izraeli? Shqip. Unë kam atë se A janë marrëdhënie reciproke? Të ka rënë qaf apo jo? Dhe shqiptari se ka mbyll derën, as atë italiani që ishte pushtues, as atë greku që erdhi. As turku që na ka pushtuar që Erdhi mbas 49 që bajtën dhe provokacione gushti, ne? Tani, turku jemi përzi, 500 vjetë kështu, po kur ka ardhur fillimisht, ka ardhur pushtues. Dhe ke në gjithë librat e historisë pushtimi turk. Pavarësisht që ne tani kemi bie 10-15 milion shqiptarë atje. Dhe ky është një realitet tjetër. Po si ka ardhur turku? A ke në Kur'an shkruajtur që njeriu jep jetën për vendin. për vendin, atë? Po aty ishte Gjergj Kasiroti. Se ne kemi lidhur shtrëmbrim e tilla. Ai dha jetën për vendin e vet. Kush ta ty të vish ma sjellësh besimin me shpatë? Në një kohë që mund të kishte element besimi edhe përpara, siç thuhet në disa teqe. Që 1200-300. Tani problemi është që ai mbrojti vendin e themi tradhtar. Po ti je trushplar, që një njeri i thuhet tradhtar që mbrojti vendin e vet në fundit. Pastaj ti musliman, pse vritemi për shtëpinë tonë këtu, për gardhin? Pa kur je kok bosh, mos më dhon litarin gojës pa u bindur. Pa du të me lexu mirë historinë. Pavarësisht. Edhe në 2000 ca shkolla që kishim ne, në vitin 1870 ca, vetëm 2 shkolla shqipe, po shturbe. Ju ka dhimbë styre gjua shqipe, edhe këtyre fqinjve që kemi ne. Edhe me grek që faruan gjysmën e patriotëve atje, nga ka ardhur baba im. Me Petronilu, Arasin e me tjerë. Qa kërkonin? Gjuhën. Gjuhën e nënës. Elementi vetëm që ne në ndanë. Se si të gjejmë, qa jemi, qa s'jemi. Ta zhdukin dhe këtë pak Shqipëri që kanë ngellë. Që elementi fetar është tjetër, elementi kombëtar është tjetër, dhe këto ne duhet me nda. Unë këtu e di që Shqipëri, vëlla. Dhe pse jemi Shqipëri, se plasim Shqipjer, me gjithë. Pastaj të hymë analizave tjera, e mbas edhe me analizë gjenetike, tjera. Po, derisa pëqime ju ka dhimbë të gjua shqipe, të regon që ne du të forcojmë atë, edhe krenarin kombëtar. Ja, shumë dakord. Unë, si që kam krenari për ato racën time, aj sa kam si e kam, për qytetin tim, për vendin tim, bile këtë e shprej më shumë jashtë, kur kam bëjmë jo shqiptarë, se majve që shqiptarë së përdridhen. Pastaj kur hyn biseda, i kam thonë se po e zgjerojmë. Kam pas debat me Gjerman. I ka thonë, pse e krenarti që e Gjerman, krahasim me mua? Zite më thonë. Po ti isha vend tonë, i kam thonë, do isha krenar se ju keni Baun, Vivaldin, Goethen, Schiller, Feuerbach, Kantin, Hegel, këto me radhë gjithë. Po unë krenar, se kemi një qytetërim ka kala që janë mbi 2500 vjeçare, si Berat, që janë banuar akoma. Kemi këtë civilizim, po kemi edhe në Nën Terezën, atëherë është i gjallë dhe Ferit Murati, kemi edhe Ferit Murati një nobelist, që kur s'keni takat me shku ke gratë ju nimon, ai që shpiku Viagrën. Ju nimon shpiki ati, për mundet i geniale, edhe duke fol pasaj për figura tjera. Me radhë. Edhe figura historike. E tha, nuk e pash kështu. Tani, ne duhet të evidentojmë, mbajmë fortat e që është e mire jona. Dhe prandaj në disa vende tradita shumë e rëndësishme. Unë prandaj jam konservator, duke qenë dhe besimtar, pse providenca lëviz ka dalë. Unë dhe reformat e shpejta nuk i kam më qep, po unë dua drejtësia të vjen sa më shpejt. Edhe ato ligje që janë bazuar ke ligjit hyjnor të ndryshojnë shumë ngadalë. Ato janë garanci. Ajo pronë siç do marrën sot, me atë garanci pronë që e marrën sot, është garanci investimi, do ta shikoj familja ime, ose kush do e blej atë pronë.
por e ndryshon ligjet edhe për pronët e për këto pa pikë turpi, se më pëlqen mua, se kam ardhur sot kryeministër. Nga si pikpamën shoh që ne jemi menaxhuar nga njerëz që të kenë një lloj devocioni. Dhe devocioni është devocion me Zotin. Pra, kur thamë ata, po të mblidhet bëhet ajo, të mblidhen njerëz që janë për te vetes tyre. Kur bëhen punët për izat Zotit dhe ti e kupton shumë mirë, ecim bar. Pra, jo për interesin tënd. Se ke konflikt interesi mos u merr me atë punë. Ti ke përbosh ta djegësh gjithë Shqipërinë, po e patë mendën karriera jote si Altin, vetëm e vetëm të përfitosh ti. Ky është Tirani. E boj hivën e vet, e në turit sipër e të mbetroj atje, të sundoj atje. Kështu atje unë nuk jam për t'i lëshuar, jemi në kryqëzim tamam fetar, nuk është, unë jam geg dhe tosk. S'bëjt mirë asnjërin palës tjetër, barabart. Edhe kush më ka ofendu për shembull për katësin nga Tirana, apo për katësin nga jugu që është kolonje përmet, edhe jam përplas. E duhet të jemi, prandaj e luftoj rrymën edhe frymën antisemitike. Po të hyjmë argument historik, deri në tjetër vend. Prandaj e luftoj. Ne nuk mund të jemi kundra një race, edhe kundra një besimi. Të selojmë. Këtu ka të bëjë raport me atë, sa meriton ti si person. Sa i devotshëm je. Aty ndalen njerëzit. Ashtu i ka ndalë dhe në Kurani ke. Njerëzit nuk dallon, Zoti nuk dallon njerëzit përveç nga devotshmëria. Me këtë po e mbyll. Ku ka më mirë, ku ka më bukur, duke të falendëruar për kohën, edhe unë do doja që këto biseda të kemi edhe më të shpeshta, që të tregojmë tamam atë devocionin ton. Unë ta kam dhënë fjalën, kështu që bashkë do jemi sa herë ta shohësh ti të arsyeshme, edhe unë që do kem kohën, po nuk vonojmë tepër se një ditë nga momenti i të thush ti. Një ditë, 2 maksimumi do më kesh. Nga momenti i të thush, do i gjej kohën. Respekt dhe mirënjohje. Të falenderoj shumë. Edhe vërtet. Miq, ju përshëndesim, uroj që të mirëni më të mirën dhe kujdeseni për veten.